Për të gjithë shoferat që jetojnë në Gjermani, bëni kujdes pasi që sipas paragrafit 23 abzacni C ST VO 75 euro edhe 1 pikë për të gjithë ata të cilët nzihen duke përdorur një pajisje e cila i tregon radarët para kohës. Por kujdes edhe me shumë, se nuk është kjo e tëra. Ju kujtohet ai triku për shembull me mojt pasagjeri kishte telefonin me ndonjë program si Blitz.de, pra dhe me të ndalu policia me që pasagjeri këtu e mojt, por gjykata ka vendosur tash që në qoftë se e mon pasagjeri ndonjë pajisje ku prej të cilës përfiton pro shoferi, e cila i tregon radart pro rrugës, do të xhabitni përsëri me të njëjtën shumë 75 euro edhe do t'ju shkon 1 pikë. Për këtë arsye dhe juftoj ta shpërndani, duke marrë parasysh që jetojnë shumë vëllezër e motra shqiptarë në Gjermani, por edhe shumë të tjerë ju bjen pro të kalojnë tranzit, të udhtojnë shumë dhe nuk e din një gjë të tillë, pra dhe e mojnë haptas. Pra unë ju bëj thirrje që kujdes, runu se nuk e lejo ligji, pra edhe po përdorët, do të me pas kujdes, mos me përdorë. Kështu që një përshëndes të gjithë dhe me respekt, Muhamet Bajram Mehmeti, kaloni sa më mirë.